Muaj Korik në Qendrën Kulturore Vlorë ka qenë një muaj i ngjeshur me aktivitete. Ermelinda Xhebro, kuratore e Galerisë së Arteve, thotë se përgjatë Korikut, në Galerinë e Arteve janë zhvilluar një sër eventesh, duke nisur nga ato festive deri tek ekspozitat. Sipas Xhebros, përgjatë Korikut, një sukses të madh kanë pasur kryesisht ekspozitat me piktura të artistëve vlonjat, të cilat kanë qenë të shumta dhe janë zhvilluar në Galerinë e Arteve. Qendra Kulturore Vlorë ka mbyllur një prej muajve më të rëndësishëm të sezonit veror dhe kryesisht muaji Korik ku ka dhe shumë turistë të huaj që vizitojnë vendin. Si e mbyllur muaji Korik? Ka pasur për ju le themi arritje të qëllimit? Po, muaji Korik ka qenë një muaj me shumë aktivitete, një muaj i ngjeshur me aktivitete të jashtme, po i quaj aktivitete në sheshe, që janë koncerte, aktivitete për fëmijë, gjithashtu dhe aktivitetet që ne i organizojmë brenda, që janë më së shumti të galerisë. Galeria ka patur dy aktivitete të rëndësishme gjatë muajit Korik. Aktiviteti i parë ka qenë i dy artistëve vlonjat, që ka qenë Fabian Muhameti dhe Kristaq Pavli. Të dy artistët vendosën që të bashkëpunonin për të hapur një ekspozitë në galerinë tonë dhe ekspozita e tyre rezultoi mjaft e suksesshme. Gjithashtu në muajin Korik ishte pjesë e galerisë artisti Libran Drami, i cili erdhi me ekspozitën e tij Lashtësi greke. Ishte një ekspozitë ndryshe nga çfarë kemi parë muajt e fundit dhe ishte mjaft e vlerësuar dhe interesante. Xhebro thotë se pjesë e shikuesve këtë sezon veror nuk kanë qenë vetëm artdashësit vlonjat, por edhe turistë të huaj nga vende të ndryshme të botës. Ju ka kënaqur pjesëmarrja le të themi e publikut dhe ka pasur të huaj që i kanë vizituar këto aktivitete apo ekspozita? Pjesa më interesante e muajit Korik, kjo ka qenë, sepse ka patur më shumë pranishmëri të turistëve të huaj, të cilët kanë parë njoftimet edhe online, po edhe me grupet e tyre që njohin, të cilët kanë miqtë e tyre apo të njohurit e tyre në qytet. Kjo ka qenë ajo risia e Korikut, pra pjesëmarrja më e madhe e turistëve. Sipas Ermelinda Xhebros, edhe përgjatë gushtit aktivitetet të tjera në sheshe, por edhe në salla të mbyllura do të zhvillohen nga Qendra e Kulturës Vlorë. Duke renditur disa prej tyre, ajo ka një ftesë për publikun vlonjat dhe jo vetëm, që të bëhen pjesë. Ndërkohë jemi në muajin gusht, një tjetër muaj i rëndësishëm i sezonit veror. Çfarë keni parashikuar në vijimësi? Muaji gusht do të vijojë sërish me shumë aktivitete, përderisa është një muaj që akoma më shumë ka prurje turistësh. Koncerte të ndryshme në shesh, të organizuara nga Bashkia dhe Qendra Kulturore, cirk për fëmijë në ditë të ndryshme, gjithashtu dhe ato janë në sheshe. Nga pjesa e galerisë, ne kemi çelur një ekspozitë ditën e djeshme. Çelëm një ekspozitë të artistes Irena Sota. Irena është një artiste ose piktore, po i quaj amatore, nuk është profesioniste, por Irena është shumë e mirë në pikturë, siç e shikoni dhe nga pikturat që ndodhen pas meje. Gjithashtu, në muajin gusht do të kemi një ekspozitë tjetër të dy artistëve, Roland Harizi dhe Eda Mollaj. Rolandi dhe Eda kanë marrë pjesë në një ekspozitë para pak muajsh në galeri dhe pasi ngelën shumë të kënaqur dhe të vlerësuar, vendosën që të vinë sërish. Ekspozita e tyre do të çelet në datën 12 dhe shpresojmë dhe presim një pranishmëri të njerëzve të lartë. Keni një mesazh për gjithë ata të cilët le të themi ftoni që të bëjnë pjesë? Po, patjetër, të gjithë qytetarët, pse jo dhe turistët dhe emigrantët, po i quaj që kthehen në vendlindjet në këtë muaj, mund të shikojnë në faqet tona online, të shikojnë njoftimet, kalendarin ton dhe të interesohen për të gjitha aktivitetet që ne zhvillojmë. Dhe ata të marrin pjesë dhe të shikojnë një pjesë të kulturës së Vlorës dhe të ngelen të kënaqur dhe të marrin një vlerë më tepër gjatë pushimeve të tyre. Koncerte, aktivitete sportive në sheshet kryesore, teatri i kukullave, ekspozita në pikturë, aktivitete në bibliotekën kryesore kushtuar librit, janë disa prej aktiviteteve të ndryshme të parashikuara nga Qendra e Kulturës Vlorë për gjatë muajit gusht.